Zoti Kryetar, rëndi ditë sot, më shumë se një rënd ditë normal, është një rënd ditë të absurd. Të mendosh që brenda kësaj dite dhe tani ka kaluara 12, të diskutosh, të bësh pyetje, të shqyrtosh 2 institucionet të drejtësisë, 4 institucionet të tjera që ishin më përpara, 4 projekt ligje, 2 komisione hetimore dhe pika për çështjet e renditësisë, dhe i shtojmë kësaj raportimin e Bankës për Shqipërinë, diskutime pyetje për Bankën e Shqipërisë, edhe projekt ligje të tjera që të gjithë e kuptojmë që kjo nuk mund të ndodhë. Qoftë edhe për kohën. Nuk e mbyll as deri nesër në ora 12 sikur të flasim, diskutojmë gjithë natën. Domethënë, përpiquni me sa t'jeni të mundur që një rendite me 25 pikë të mos vendosni më, është e pamundur, është irracionale. Sigurisht që s'kemi për ta mbyllur, por ajo që të bën të dyshosh është në qoftë se ju i konsideroni kaq të parëndësishme këto organe të ngritura me ligj dhe me kushtetutë, këto pastaj të gjithë duhet paguajnë si shtet, duhet paguajnë si qytetar, duhet paguajnë si opinion publik. Unë mendoj se ju duhet mlidheni dhe të bëni një reduktim, ose ta ndani për nesër, për mas nesër, apo ta lëni për tanën. Nuk është racionale kjo që po bëjmë. Qofse një orë është secili, i bie që të kemi 26 orë përpara, 12 deri nesër në ora 1 ne mos ndalemi. Nuk shkon, nuk është racionale. Sonja Muzhaqi. Nderuar kryetar, në fakt e mora fjalën për dy arsye. E para, vazhdojmë me këtë bisedën e vazhdueshme të procedurë. Herat disat që harxojmë kohë për procedurë, edhe sigurisht është shumë e kuptueshme nga ana e opozitës, sepse marrin